KFOR ndërhyn për zhbllokimin e rrugëve në veri të Kosovës. 5 banor serb u arrestuan gjatë një aksioni të ndërmarrë nga trupat e NATO-s në pikën kufitare të Jarinjës, por 4 prej tyre u liruan më pas. Personat e arrestuar bënin roj pranë barikadave të ngritura në veri. Ushtarët e KFOR-it nisën heqjen e barikadave me zhavor dhe rër në rrugën përreth bazës së tyre, pranë vendkalimit kufitar. Aksioni nisur orët e paradites synon prangosjen e të gjithë personave që shfrytëzojnë rrugët alternative rreth Jarinjës. Rreth orës 7 të mëngjesit trupat gjerman ndaluan 2 persona që u përpoqën të kalonin këtë rrugë nga drejtimi i Rashkës. I ashtu quajturi shefi mbrojtjes civile në Leposavić, Radomir Bogdanović, ishte mes të arrestuarve dhe vazhdon të mbahet ende në bazën e KFOR-it. Pas tensionimit të situatës mbrëm pranë pikës kufitare të Jarinjës, ushtarët të KFOR-it larguan zhavorin që bllokonte rrugën kryesore mes bazës ushtarake të KFOR-it dhe Jarinjës. Situata gjatë natës ka qenë e qetë. Sipas burimeve, pas rreth një ore, serbët shkarkuan zhavor, por në një tjetër pikë të këtij aksi rrugor, duke bllokuar sërish rrugën për në pikën kufitare të Jarinjës. Pas barikadës së re të serbëve, KFOR-i u pozicionua nëpër pika të ndryshme edhe në pjesët malore, duke vënë pikë kontrolle të shumta në rrugën Leposavić-Mitrovic, kontrolloi rreptësisht çdo qytetar dhe çdo automjet. Kryetari paralel i komunës së Leposavićit, Branko Ninić, ka deklaruar se aksioni i KFOR-it për largimin e barikadave nga Jarinja ishte një provokim tjetër në prag të raundit të ri të dialogut Prishtinë-Beograd. Sipas tij, problemet zgjidhen vetëm në mënyrë paqësore dhe përmes dialogut. Provokimet nuk janë formë e duhur e zgjidhjes së tyre, tha ai.